Do të shohim tani edhe ecurinë e tregjeve përgjatë ditës së sotme në tregun e brendshëm valutor vjetre, përgjithsisht një qetësi në këmbimin e monedhave kryesore ndërkombëtare në raport me lekun. Megjithatë, fokusi vjen të jetë i përqendruar tek zhvillimet që kanë të bëjnë me lindjen e mesme, sepse ka paqartësi të mëdha, sidomos pas refuzimit nga Irani të një plani me 15 pika të propozuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përrjedhoi edhe tregjet e tjera, po tregojnë të kujdesshme, disa prej tyre shënon rënje, ndërsa tregu i naftës i është rikthyer fitimeve në sesionin e sotëm. Fillimisht, për sa i përket ecurisë së tregut brendshëm valutor, referuar dhënave të publikuara nga Banka e Shqipërisë, dollari, sikurse mund ta shohim, ka ndryshuar shumë pak në rënje me 0.07%, këmbet me 82.72 lekë, ndërsa euro ka fituar 0.02% të vlerës, këmbet me 95.94 lekë. Paundi britanik është në rënje me 0.02%, mesatarisht këmbet me 110.87 lekë. Franga zvicerane ka humbur 0.37% të vlerës, kuotohet në 104.79 lekë, ndërsa jeni japonez është në rënje me 0.11%, kuotohet në 52.05 për çdo 100 lekë, ndërkohë dollari australian ka humbur 0.1% të vlerës, mesatarisht këmbet me 57.6 lekë. Dollari kanadez ka humbur 0.33%, kuotohet në 59.96 lekë, shumë pra nivelit mesatar të 60 lekëve, ndërsa në ecurinë e koronës suedeze, kjo monedhë është rritur lehtë me 0.01%, këmbet me 8.80 lekë dhe ajo norvegjeze është në rënje me 0.03%, mesatarisht këmbehet me 8.5 lekë. Kjo ishte ecuria e tregut brendshëm, referuar shifrave të publikuara nga Banka e Shqipërisë. Ndërkohë në tregjet ndërkombëtare vjet re një rënje lehtë e euros në sesionin e sotëm për shkak të paqartësive në lidhje me konfliktin në lindjen e mesme. Ditën e djeshme, Irani ka refuzuar një plan me 15 pika të propozuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga presidenti amerikan Donald Trump, që përfshinte si programin bërthamor të Teheranit zyrtar, ashtu edhe prodhimin e raketave balistike, por ky propozim është refuzuar dhe në anën tjetër Irani ka bërë një plan me 5 pika që gjithashtu ka qenë i papranueshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo ka shtuar më tej paqartësinë mbi mënyrën se si do të zgjidhet konflikti në lindjen e mesme dhe përjedhoi, duke nisur nga dita e djeshme, dollari ka filluar një tendencë në rritje në raport me euron, por gjithashtu edhe me monedhat e tjera. Fillimisht euro ka humbur 0.02% të vlerës në raport me dollarin amerikan, mesatarisht një euro këmbet me 1.1556 dollar. Paundi britanik ka rënë me 0.11%, mesatarisht këmbehet me 1.3348 dollar përballë frangës. Dollari ka fituar 0.05% të vlerës, këmbehet me 0.7918 franga, ndërsa dollari australian është në rënje me 0.14%, këmbehet me 0.6937 dollar amerikan, ndërsa dollari kanadez ka humbur 0.15% të vlerës, kuotohet në 0.7229 dollar amerikan dhe në raport me jenin, dollari ka humbur 0.02% të vlerës, mesatarisht këmbehet me 159.43 yen. Ndërkohë në tregun e kriptomonedhave, sërish tendenca është në rënje në sesionin e sotëm, pikërisht për shkak të paqartësive që kanë të bëjnë me konfliktin në lindjen e mesme, por njëkohësisht edhe frikës i investitorëve se ekonomia amerikane, gjithashtu ekonomia globale mund përballen me një periudhë të inflacionit të lartë, sikurse ndodhi në vitin 2022. Megjithatë, në mënyrë që inflacioni të shkojë në nivelin e 10%, sikurse ndodhi pas luftës në Rusi dhe Ukrainë, do të duhet që çmimi i naftës Brent të shkojë të paktën në 130 apo 135 dollar për fuqi, sikurse ndodhi në atë periudhë. Gjithsesi, analistët parashikojnë një rritje të inflacionit mbase jo në ato përmasa dhe njëkohësisht një ngadalësim ekonomik, jo një recesion. Bitcoin ka humbur 1.55% të vlerës, kuotohet në 69.879.23 dollar nga rreth 71.000 që tregtoi në sesionin e kaluar. Ethereum ka humbur 2.3% të vlerës, realizon humbjet më të mëdha
dhe kuotohet në $2116.25. Edhe Ripple është në rënje me 2.25%, kuotohet në $1.3825. Litecoin ka rënë me 2.03% të vlerës, mesatarisht këmbet me $55.13 dhe Bitcoin Cash është në rënje me 1.32%, mesatarisht këmbet me $466.64 për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar. Ndërkohë në tregun e naftës, benchmarket kryesor janë rikthyer fitimeve në sesionin e sotëm me Brendin e Londrës që është ngjitur mbi $104 për fuqi, sepse ditën e djeshme pati një farë shpresë në lidhje me zgjidhjen e konfliktit pas deklaratës së bërë nga Donald Trump, i cili tha se po zhvillohen negociatat dhe njëkohësisht Shtetet e Bashkuara kanë marrë një dhuratë nga Teherani zyrtar dhe është prezantuar edhe një plan paqeje. Por Irani ka përgjinjëstuar se është duke zhvilluar negociata, nuk e ka pranuar planin me 15 pika dhe ka prezantuar një plan të vetin me 5 pika. Këto paqartësi kanë rikthyer frikën e investitorëve se konflikti mund të përshkallëzohet edhe mëtej dhe nafta Brent e Londrës ka fituar 2.54% të vlerës në sesionin e sotëm, kuotohet në $104.82 për fuqi. Nafta bruto amerikane është rritur me 2.81%, kuotohet në $92.86. Diferenca mes dy benchmarkëve sërish qëndron në rreth $12 në favor të naftës Brent të Londrës. Nafta e përpunuar në bursën e Londrës ka fituar 4.7% të vlerës dhe kuotohet në $1269.49 për ton. Ndërkohë, për sa i përket ecurisë tregut metaleve të çmuara, në sesionin e sotëm kemi të bëjmë sërish me një tendencë në rënje pas fitimeve që tregu realizoi në sesionin e kaluar. Investitorët janë të shqetësuar në lidhje me inflacionin e lartë për gjatë 2026-s, mbase edhe në vijim, ndërkohë Washingtoni po punon me provozime për t'i dhënë fund konfliktit në lindjen e mesme. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi ditën e djeshme se Shtetet e Bashkuara dhe Irani janë në negociata aktualisht, duke sugjeruar se Teherani mund të pranojë një marrëveshje paqe, por në anën tjetër, Republika Islamike ka thënë se nuk janë duke zhvilluar bisedime të drejtpërdrejta me Washingtonin, por me ndërmjetësimin e vendeve të tjera dhe në këtë pikë më shumë aktive kanë qenë përfaqësuesit e Turqisë, por njëkohësisht edhe të Pakistanit. Për sa i përket ecurisë së tregut të metaleve të çmuara në sesionin e sotëm, vjet re përgjithsisht një tendencë në rënje për të treja produktet, ari, argjendi dhe platini, gjithashtu ka një tendencë në rënje për gjatë ditës së sotme. Fillimisht ari ka humbur 2.27% të vlerës, kuotohet në $4.449.1 për onzë. Argjendi ka humbur 4.36%, tregtohet në $69.48, ndërkohë platini ka humbur 3.15% të vlerës dhe kuotohet në $1.865.1 për onzë, duke zbritur sërish poshtë nivelit të $2.000 për onzë. Ndërkohë në tregun e aksioneve, bursat europiane po qëndrojnë të gjitha në territor negativ në sesionin e sotëm, i parafundit për të javë, dhe FTSE 100 i Londrës bashku me DAX-in e Gjermanisë kanë humbur 0.65 dhe 0.89%. Investitorët vjojnë të jenë fokusuar tek bisedimet për paqe në lindjen e mesme, ndërsa afati i vendosur nga presidenti amerikan Donald Trump, afati 5 ditor, përfundon pikërisht ditën e nesërme. Gjithsesi, palët kanë shprehur angazhimin e tyre për të arritur një marrëveshje, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë prezantuar edhe planin që është refuzuar, por ka qenë ministri i jashtëm i Iranit, Arakçi, i cili ka deklaruar për median shtetërore ditën e djeshme se zyrtarët po rishikojnë propozimin amerikan për t'i dhënë fund luftës, por njëkohësisht ai tha se Teherani nuk ka ndërmend të zhvilloj bisedime të drejtpërdrejta me Washingtonin zyrtar, sepse dy herë që kanë qenë negociata, të dyja herët ata janë sulmuar nga Shtetet e Bashkuara dhe nga Izraeli. Në ecurinë e CAC 40 Parisit, ky indeks ka humbur 0.46% të vlerës, indeksi zyriut SMI dhe FTSE MIBI i Milanos kanë rënë me 0.41 dhe 0.51%. Në ecurinë e tre indekseve kryesore në Wall Street për sesionin e kaluar,
Dow Jones është rritur me 0,66%, Standard & Poor's 500 dhe Nasdaq gjithashtu janë rritur lehtë me 0,77 dhe 0,54% të vlerës. Do të shohim edhe ecurinë e korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, ku fitimet kryesohen nga Henkel dhe Heidelberg Materials në rritje të lehtë me 0,3 dhe 0,19%. Këto janë dy kompanitë vetme që realizojnë fitime, Covestro është e pandryshuar, RWE dhe BASF, pavarësisht se listohen në performancën më të mirë, kanë rënë me 0,11 dhe 0,14%. Dhe së fundmi në kompanitë që realizojnë humbje në bursën e Frankfurtit, Siemens Energy ka rënë me 2,78%, Porsche, Kiagen, Vonovia dhe Mutu kanë humbur nga 1,75 deri në 2,74%. Kjo ishte ecuria e tregut brendshëm dhe tregjeve ndërkombëtare në sesionin e sotëm.